Ka nisur mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ku në sallë ndodhet edhe numri 2 i qeverisë Belinda Balluku. Takimi zhvillohet në një klim të tensionuar politike, ndërsa në fokus janë ndryshimet e propozuara në nenin 242 të kodit të procedurës penale dhe debati mbi pezullimin e zyrtarëve të lartë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama zbuloi se Balluku i ka dorëzuar 3 herë dorëheqje nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre, por në të 3 rastet ai e ka refuzuar. Sipas Ramës, dorëheqja e parë erdhi në momentin kur ndaj saj u ngrit akuza, e dyta pas vendosjes së masës së parë të pezullimit, ndërsa hera e tretë pas vendimarrjes së gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, që la në fuqi masën përkatëse. Rasti konkret nuk lidhet me pezullimin, është në një tjetër proces. Belinda Balluku më ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, i kam atje në dosje, të 3 herët jam unë që e ka refuzuar, deklaroi Rama duke marrë kështu personalisht përgjegjësinë politike për vijimin e saj në detyrë. Kryeministri theksoi se çështja nuk duhet parë si një debat individual, por si një çështje parimore që lidhet me ndarjen e pushteteve. Ai argumentoi se vendosja e një kufieri të qartë mes pushtetit gjyqësor dhe atij ekzekutiv është thelbësore për funksionimin e një shteti demokratik. Rama u shpreh se nuk ka parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike raste kur një antar kabineti të jetë pezulluar nga detyra për t'i dhënë drejtim një procesi hetimor. Sipas tij, vendimarrja duhet bazohet në arsye kushtetuese dhe jo në kalkulime politike për të ruajtur ekuilibrat të momentit. Ai kritikoi atë që i quajti mosvendim, duke thënë se kjo i bën figurat e larta shtetërore të cënueshme ndaj pezullimeve dhe krijon një kufi të paqartë mes pushteteve. Në metaforën e tij, Rama tha se ndarja e pushteteve nuk mund të jetë si një gardh me vrima ku hyn e dalin qend dhe minjt. Kreu i qeverisë theksoi gjithashtu se kjo nismë nuk cënon pavarësinë e pushtetit gjyqësor, të cilin sipas tij mazhoranca e ka garantuar me vullnet të plot pas një reforme historike në drejtësi. Mbledhja e grupit të PS vijon mes diskutimesh, ndërsa deklaratat e sotme pritet të thellojnë debatin politik për raportin mes drejtësisë dhe ekzekutivit në një moment kyç për balancën institucionale në vend.